Mbrëmjes së djeshme, forcat operacionale të mbështetura edhe nga forcat kombëtare të sigurisë kanë ushtruar kontrollin në disa qytete të vendit, ndërto edhe në një lokal të njohur në rrugën Myslim Shyri në kryeqytet, pasi nga hetimet e prokurorisë posaçme të konfirmuara edhe me një vendim të GKK-s, besohet se është zbardhur një nga ngjarjet e rënda në vitin 2020, ku u zhduk edhe një 24 vjeçare, konkretisht Klevis Leshi. Në atë kohë familjarët kërkuan drejtësi duke trokitur në të gjitha institucionet e vendit. Fillimisht ngjarja u hetua nga prokuroria e jurisdiksionit përgjithshëm, por nga hetimet e SPAK, konkretisht nga hetimet e dy prokurorëve, Altin Dumani, njerëz i kreu i SPAK, dhe prokurori i posaçëm Behar Dibra, janë përfituar të dhëna nga aplikacioni Sky ECC pikërisht mbi zhdukjen e 24 vjeçarit dhe vrasjen e tij. Trupi i të riut u gjet rreth 2 vite më vonë në një fshat të Mamurasit pas erozionit të tokës, ku në sipërfaqe doli edhe një skelet dhe pas analizave të ADN-s në ato kohë konfirmuar se bëhej fjalë pikërisht për trupin e 24 vjeçarit. Siç thash, nga transkriptimet në aplikacionin Sky, SPAK ka arritur të zbardhë ngjarjen, pretendon se ka arritur të identifikojë edhe urdhëruesin, i cili sipas hetimeve dyshohet që të jetë Aurel Hoxha, një emër i njohur në fakt për autoritetet.